përdornin ndaj Lubi Ballukut dhe Edi Ramës. Së pari, është faktuar tani në mënyrë të pamohueshme se çdo akt, çdo veprim i Lubi Ballukut për tunelin e Llogaras është i diktuar nga Edi Rama. Dhe prokuroria jo vetëm që s'ka ngritur akuzë, por po e lejon atë të bëjë gjithçka për të penguar hetimin, për të prish provat, për të mbrojtur Belinda Ballukun, në fakt veten e tij. Së dyti, prokuroria ka qenë lehtësuese, sepse cili do që lexon akuzën e saj, konstaton se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, keqbërës të poshtër, që janë sjellë me paratë e takspaguesve shqiptarë në mënyrën më banditeske, që kanë vjedhur dhe shpërdoruar me dhjetra qindra milion në bashkëpunim njëri me tjetrin, në bashkëpunim të ngushtë njëri me tjetrin. Dhe kjo nuk është një person, po këtu janë Lubia, disa drejtor, disa punojës përgjegjës të prokurimeve, të gjithë së bashku. Dhe prokuroria heziton t'i quajë ata siç janë, grupi strukturuar kriminal ose organizat kriminale, me dame kolosale për qytetarët shqiptarë.